Boboshtica është një nga fshatrat më të bukur turistike në juglindje të vendit, fshat që tërheq turistë të shumë vendas dhe të huaj. Fshati ndodhet vetëm 3 kilometra larg qytetit të Korçës dhe ka 14 taverna që ofrojnë gatime tradicionale të zonës e mbi të gjitha rakinë e manit. Koço Gjorgji dhe Vera Gjergo tregojnë se mikpritja dhe gatimet tradicionale në kjo zonë mbarten prej kohësh. Boboshtica me tërë kuptimin e fjalës është perla e Korçës dhe boboshtarët janë njerëz shumë mikpritës. Në çdo njeri që vjen në Boboshticë, dyert i ka të hapura. Dhe shumë e njohur për rakinë e manit, që është një pije e veçantë. Është bio se druri i manit nuk spërkatet me asnjë medikament. Është siç e ka bërë Zoti në këtë anën tonë. Gatimet boboshtare janë nga më të shkëlqyera. Prandaj është i zhvilluar shumë edhe turizmi këtu. Janë të gjitha këto tavernat nga më të mirat e Korçës. Po të edhe një mik nga Tirana, do të si ke bërë nder procesove një në Boboshticë. Se janë boboshtarët janë njerëz të mirë dhe dinë të gatuajnë mirë, dinë të mirë presin njerëz. Çfarë bën kaq të veçantë lakrorin e Boboshticës, lakrorin e Pipe? Është një produkt që është që në kohë të lashta, që zirret vetëm me miell, ujë dhe krip, asgjë tjetër. Bëhet me çfarë do lloj gjelle. Këtu në Boboshticë bëhet me arme, qepe domate, me jeshil, preshe gjizë edhe me bulmet. Sofiola Kotheli, një nga nismëtarët e turizmit rural në Shqipëri, tha se turistët në Boboshticë mund të qëndrojnë më tepër se një drekë pasi fshati i njohur ka se çfarë ofron. Jemi mbledhur me tur operator të ndryshëm nga më të njohurit në Shqipëri, me media, me blogger, për të eksploruar Boboshticën më shumë se sa një drekë. Eronida Mataj, operatore turistike, tha se për të rritur numrin e turistëve të huaj, duhet të ketë më tepër vullnet nga bizneset dhe institucionet për të ndarë informacionet e nevojshme dhe promovimin e këtij fshati. Fatkeqësisht, për turistët e huaj është shumë larg për të arritur informacionin nëse ne nuk bëjmë diçka. Pra kjo që po bëjmë neve sot, ftojmë ata që sjellin turistët e huaj, pra pjesa ndërlidhëse midis vendit ton dhe të huajve, sepse një huaj nuk merr makinën vetë dhe të bëj kilometra dhe kilometra dhe të zbuloj destinacione. Pra kjo është ajo që duhet bërë. Të lidhësh dy pjesë kryesore, tregun, nëse ne synojmë patjetër turistët e huaj, me vendorët, me operatorët që kanë produkte dhe kanë vende të mrekullueshme si Boboshtica që ne i shijojmë patjetër se i njohim, punojmë prej vitesh turizëm.